Hekurudha Tiranë-Rinas Durrës duhet të ishte mbyllur tashmë. Kush po e zvarrit përfundimin? Në shkurt të vitit 2021, Ministria gjatë ceremonisë së nënshkrimit të kontratës së linjës hekurudhore deklaroi se do të rehabilitohej brenda 30 muajsh. Vlera e zbatimit të projektit ishte përcaktuar 69.6 milion euro në total. Por ja ku jemi 5 vite më vonë. Fërshëllimat e trenave nuk po dëgjohen, ndërsa në stacion qëndrojnë ca vagona të ndryshkur. Kostot e saj janë rritur me gati 65%. Zyrtarisht, pensimet kanë shkuar tashmë në 110 milion euro. Linja hekurudhore Tiranë-Durrës pritet të shkurtojë 22 minuta udhëtimin mes dy qyteteve, sipas ish-ministrës së infrastrukturës Belinda Balloku. Ky projekt parashikohet të shkurtonte 55 milion euro në vit për doruesve aktual të automjeteve. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe një kredi e marrë nga qeveria pranë Bankës Evropiane për ndërtimin e zhvillimit bersh, ndërsa tenderi u fitua nga kompania italiane INCSPA. Në fund të vitit të kaluar u shpall prokurimi i elektrifikimit të kësaj linje. Në gusht 2025 ishte hapur prokurimi i degësimit të hekurudhës që shkon në portin e ri. Konkretisht, Autoriteti Portual Durrës ka hapur një tender me vlerë afro 237 milion lekë për hartimin linja hekurudhore Porti Porto Romano Sux.